Pikat e grumbullimit në shumicë të fruta perimeve në Shqipëri kanë aplikuar praktika që cënojnë konkurrencën e lirë dhe dëmtojnë drejt për drejt fermerët. Ky është përfundimi i një hetimi të nisur nga Autoriteti i Konkurrencës, i cili ka analizuar aktivitetin e disa grumbulluesve në qarqe Tiranë, Elbasan, Fier, Berat dhe Korçë. Sipas gjetjeve të hetimit, këto subjekte kanë koordinuar çmimet e blerjes së produkteve bujqësore duke mos lejuar negociata reale me fermerët. Autoritetet evidentojnë se në shumë raste grumbulluesit kanë ushtruar presion për uljen e çmimeve dhe kanë shkryer detyrimet financiare ndaj fermerëve me vonesa të konsiderueshme. Autoriteti i Konkurrencës thekson se nga vlerësimi i praktikave të ndjekura rezulton se fitimi i grumbulluesve ka qenë në disa raste deri në 2 fishim të kostove të prodhimit, duke krijuar një pabarazi të theksuar në zinxhirin e tregtimit të produkteve bujqësore. Në përfundim të procedurës administrative, Komisioni i Konkurrencës ka vendosur gjobitjen e 6 subjekteve që operojnë në këtë treg. Edhe pse masa konkrete e gjobës nuk bëhet publike, autoriteti nënvizon se vendimi ka një ndikim të drejtë për drejtë në zinxhirin ushqimor dhe përbën një sinjal të qartë për mbrojtjen e interesave të fermerëve, të cilët shpesh gjenden në pozita të pafavorshme në negociatat e shitjes së prodhimit të tyre. Përveç masës administrative, 6 biznese të ndëshkuara janë të detyruara të afishojnë në mënyrë të dukshme çmimet e produkteve që grumbullojnë dhe do të jenë subjekt monitorimi për një periudhë 1 vjeçare. Paralelisht, Komisioni i Konkurrencës rekomandon Ministrisë së Bujqësisë marrjen e masave për formalizimin e tregut dhe krijimin e një burse për prodhimet bujqësore si një mekanizëm për rritjen e transparencës dhe forcimin e pozitës së fermerëve në treg.